Kam dëgjuar një thënie shumë të bukur dhe me kuptim shumë të thellë. Atyre tregohu një dashuri, një pozitivitet që se ka njohur ndonjëherë në jetën e tyre, dhe ata do të tregojnë përse nuk e njohin një dashuri dhe pozitivitet të tillë në jetën e tyre. Kjo lidhet pak me reagimin e njerëzve. Më kujtohet një histori e një shkrimtari ku ishin në një burg, edhe ishte një qen që të tërkush kalonte e qëllonte. Kur kishte vajtur që i kishte fërkuar kokën, i vinte keq për qenin. Atëherë që iku duke u lëritur dhe qarë, sepse ishte mësuar duke u qelluar. Prandaj, kur dikur që nuk e di pozitivitetin dhe dashurin, në moment që flet me pozitivitet dhe dashuri, me paqe, gjën e parë që të bëj të sulmoj. Sepse do me thënë deri më sot, askush nuk i ka dhënë vlerë. Është ndirë i braktisur dhe i vetmuar, dhe në moment që dikush qesh, i duket se aty ka një hile dhe është në rrezik. Dhe vetmja mënyrë që mendon se mbrohet është reagimi ekstrem. Prandaj, në qoftë se diçka të acaron kur e lexon, para se të reagosh, mendo, cila është arsye që të acaron? Dhe përgjigjen ktheja vetes, që të kuptosh kush është e plak që për brenda të gacmon kur shikon diçka të re. Cili është ai kallëp që ty të kufizon të shikosh botën nga një dritare më e madhe. Cili është ajo frikë që të bën të ndihesh i pasigurt nga